Në një kohë kur shumë të moshuar zgjedhin qetësinë e pensionit, një 75 vjeçare nga Gjirokastra vazhdon të frymëzojë me shembullin e saj. Zonja Meri Bineri, rrobaqepse prej dekadash, nuk e ka lënë asnjëherë pas dore zanatin që e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës. Me duar të arta dhe një pasion të pashuar për punën, Meri vijon të pres, qep dhe krijoj veshje me të njëjtin përkushtim si ditën e parë. Për të, mosha është vetëm një numër dhe jo një pengesë. Kur punon me zemër, as mosha nuk të ndal. Rrobaqepsia është pjesë e imja dhe nuk mund të ri pa të, thot zonja Meri, e cila është kthyer në një simbol të përkushtimit dhe dashurisë për punën. Historia saj është një kujtesë e bukur se energjia, pasioni dhe vlera e punës nuk plaken kur. Të rinjt sot nuk e duan punën, pohon Meri për blu televizion, ndërsa mbi tavolinën e punës punon me përkushtim porosinë e radhës. Që punoj kam, e kam pas që na mamaja. Që ku kam qenë e vogël unë, e kam pas maman rrobaqepse edhe unë me maman. Pas ta na jurita dhe ta mosha që 17-18, erdha këtu bëra një kurs. Edhe e mësova mirë kursin, e bëra tek shërbimet, riparim shërbimet. E fillova me punë. Do me thënë që kam që në 70 dhe gjerë më sot që unë nuk jam shqitur. Kam punuar në NPV 25 vjet, punova një 3 vjeçare në shtëpi. Duke vajtur dhe në ca punëra të tjera, u futa me një di rrobaqepsira këtu poshtë, pastaj e ka në Greqi në 97. Punova në Greqi 5 vjet rrobaqepse. I ka ndel, mora gjëra, mbleva makinat, edhe e hapa këtu. Dhe kam këtu 23 vjet. As lodhe mas. E kam, do me thënë, nuk pos vajta një qik të makina, s'ka. Akoma e mama më thënë mua, akoma dhe cako i them unë. Këto shoqet më thonë që po ti, kur do i këshmi, kur të bëhe me shkoko i ki u them këtire. Nuk në liron shdiqanin më thënë mua, i them unë. Nuk e duam, nuk e duam. Do me thënë ja këtu s'ka di jemi, di të moshuar jemi, unë edhe jo vëduvli këtu lartë. A ishte 10 ca, u jam 75-76. Edhe neve jemi, po nuk më bën përshtypje fare. Dhe nuk lodhem me kam... Ke një apel për të rinjt? U kam thënë dhe... Nuk e di, nuk e duan. Fëmijët tuaj për shembull. Duan shembull. lek, se lek nuk ka nëjë kush e di. Nuk ka lek rrobaqep, si a tani njëherë u shvlerësua fare. Se tani dalen janë dhe këto rrobat që vijën me internet e kështu edhe... Bëj shtjetë. Me perdera, me fustanera, fundera, unë prese qep.